Po, si që është bërë ditë tashmë, domethënë që në qarkun Shkodër është rishfaqur sëmundja e mortajes së ruminat të vegjël. Para disa ditësh, pa dyshime një fermë në malin e Gjymtit, një fermë tim tash me dele, me rreth 80 krerë, dhe mas kërkimeve laboratorike u konfirmu se kemi të bëjmë me sëmundjen e mortajes së ruminat të vegjël. Duke pas parasysh faktin që kjo sëmundje ka prekur edhe vitin e kaluar në lektorinë e imt, është momenti të cilin vëmendje se është një sëmundje shumë dëmprurëse, me fuqi të madhe përhapse, dhe ngurtëshmëria kafshë mund të shkojë deri në 100% të krerëve të tufës. Prandaj, duke pas parasysh pasojat e mëdha ekonomike në industrinë e rritjes së kafshëve të imta, atëherë vëmendja e shtuar kërkohet nga ana e fermerëve. Tashi, me konfirmimin e rastit pozitiv, ministri ka nxjerrë një urdhër që është i detyrueshëm për zbatim dhe gjithë shërbimi veterinar po bën kontrolle të vazhdueshme nëpërmjet monitorimit të fermave. Por aktualisht sot kemi përveç fermës në rastin e parë, ka qenë një fermë ngjitur me ta, që edhe është konfirmuar pozitiv. Por fshati Mali Gjymtit është një fshat që nuk ka ngarkesë lektorale, e gjithë fshati ka vetëm 4 ferma me bagti të imta. Kështu që unë nuk shoh ndonjë rrezik që të përhapet sëmundja. Natyrisht, kjo bëhet e mundur vetëm edhe faktit nëse fermerët do të zbatojnë të gjitha urdhrat ose të gjitha masat veterinare që parashikohen. Duhet të sjellin në mendje faktin që tregu i kafshëve të imta momentalisht është i bllokuar sipas urdhrit ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra domethënë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga bagti të tjera. Lejohet vetëm lëvizja e kafshëve të imta të kontrolluar nga shoqërorët veterinare vetëm nga fermat tërtore. Natyrisht, pajisur me certifikat veterinare përkatëse që dëshmon gjendjen shtetësore të tyre. Natyrisht, domethënë kryjm si çdo rast kryjm një hetim epidemiologjik, por në të vërtetë kjo është një sëmundje që transmetohet nga kafshët e smura të kafshët e shëndoshta, domethënë, por nuk është konstatuar që në fermën e fjalë të ketë pas lëvizje kafshës. Por ajo që është e rëndësishme për fermerët është fakti që ata duhet me domos të mos pranojnë, të mos fusin kafshë me origjinë të panjohur. Pra, të mos fusin kafshë të imta, dele apo dhi, që nuk janë të pajisur me certifikat veterinare, që janë të pamatrikuluar. Pasi nuk dihet origjina e tyre dhe ekzistojnë gjithmonë rreziku që të preket ferma dhe natyrisht të eliminohet plotësisht. Natyrisht në fjalë shteti, domethënë ministria ka përfshirë në planin e zhdëmtimit, por edhe zhdëmtimi është i lidhur edhe me faktin që nëse fermerët nuk do të jenë korrekt përsa i përket matrikullimit dhe zbatimit të masave të parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë domethënë ekziston rreziku që të shpërblehen. Prandaj unë i ftoj fermerët, siç edhe në vitin e kaluar, që të bashkëpunojnë me veterinarët, me qenë se ne mbulojmë totalisht qarkun me veterinar dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e këtyre masave të parashikuara. Nëse ne zbatojmë gjitha masat e parashikuara, nuk ka ndonjë rrezik që për sëmundje të përhapet. Janë domethënë 2 ferma me rreth 180 krerë që parashikojmë të eliminojmë sot. Se një nga masat për të penguar përhapjen e sëmundjes është vetëm eliminimi i kafshëve në fermën e konstatuar pozitiv, ose që është konfirmuar me laborator.